Shikues të nderuar, në fakt unë në fund të bisedës me Monadën, po të cekja pak reagimet edhe deklaratat e kryeministrit Starmer lidhur me faktin se tashmosësi ai theksoi çdo gjë përgjatë këtij samiti, po përqendruar tek Londra. Në fund të intervistës me gazetaren Monada Mehmetaj, do të lidhemi me një tjetër bashkëpunëtor. Ai është Kujtim Vani, gazetar atje në Londër, për diskutuar pak më gjerësisht mbi problematikat dhe temat kryesore të këtij samiti. Zoti Kujtim, përshëndetje dhe faleminderit që jeni me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne deri më tani patëm një bisedë nga Strasburgu lidhur me çfarë është diskutuar në samit, po unë të doja të kalonim këtë pjesë edhe tek Londra. Cila ishte tema kryesore që u diskutua sot në këtë ditë të parë të këtij samiti? Po ashtu si se dhe kishte emrin në samiti, tema kryesore ishte çështja e migrimit të paligjshëm. Pra çështja e migrantëve që kalojnë me barkat vogla nëpër kanal dhe atyre që kalojnë me maune, ose ato që thyen viza dhe që ndrojnë në mënyrë të paligjshme si në Britani dhe në vendet tjera të Europës. Pra, kjo u diskutua gjërësisht, e kuptoj. Fokusi kryesor gjithashtu ka qenë edhe tek kryeministri britanik Starmer. Çfarë problematikash theksoi ai më së shumti? Po, kryeministri Starmer bëri thirrje që Shtetet e Bashkuara në luftën kundër krimit të emigracionit, ku grumbullojnë burime për të trajtuar problemin e migrimit të paligjshëm në çdo hap të rrugës si nga Afrika e Veriut në linjën e mesme dhe në rrugët e Britanisë së Madhe. Kryeministri pra folin në këtë takim përpara përfaqësuesve të mbi 40 vendeve të ndryshme dhe organizatave të ndryshme, ku qëllimin kryesor ai kishte përpjekjen globale për luftuar migrimin e paligjshëm dhe bondat e kontrabandës së njerëzve që përfitojnë prej tyre. Ai tha se kontrabandistët për trafikimin e klandestinëve shfrytëzojnë sharjet mes institucioneve, prandaj duhet të bashkohemi dhe të shkëmbejmë informacione për organet e inteligjencës dhe të policisë. Gjithashtu ai tha se krimin e kishte kryesisht fjalën për bandat që transportojnë emigrantë e paligjshëm, pra ai tha që ta krahasojmë me terrorizmin. Jo si temë fjalë, jo si akt me fjalë terrorist, po ashtu sikur luftojmë terrorizmin, duhet bashkohemi gjithë edhe kundër këtij fenomeni. Pra nuk ishte fokusi për ta krahasuar me terrorizmin, se ishte një deklaratë që mund të them se ka tërhequr vëmendjen, ishte thjesht një krahasim me mënyrën se si duhet përballemi përkundrejt këtij fenomeni, jo sepse jo për të thënë që janë barazvlefshme. Jo se ato e çudi që t'jenë tek të krahasojmë me terrorizmin si akte. Qartë. Por mënyra e luftimit, pra të luftojmë që ashtu sikur jemi bashkuar kundër terrorizmit, të bashkohemi dhe të luftojmë edhe kundër emigrimit të paligjshëm, pra të luftojmë ato bandat që i trafikojnë këto njerëz dhe i shfrytëzojnë në interes të tyre. Ndërsa ministre e brendshëm Yvette Cooper, ajo deklaroi se kanë akorduar 30 milion pound, pra që do të forcojnë shërbimet e policisë kufitare dhe bashkëpunimin me vendet e tjera. Si u prit nga konservatorët diskutimi i Starmer? Për sa u përket, pra kryeministri Starmer gjatë samitit deklaroi se gjatë këtij viti qeveria e tij ka larguar nga Britania e Madhe plot 24.000 emigrantë të paligjshëm dhe në këtë rast kanë larguar edhe konservatorët. Pra duke quajtur të pavërtet, pasi një pjesë e mirë e tyre janë larguar në mënyrë vullnetare dhe disa tjerë janë larguar jo të deportuar, se pra deportimi nga ana e qeverisë quhet atëherë kur emigranti i paligjshëm shoqërohet nga një oficer policie ose kur janë grupe emigrantësh nga oficer policie skuadër, shoqërohen deri në aeroport që të kalojnë në matën kufirit britanik dhe atëherë quhet që është dëbimi nga ana e qeverisë. Ndërsa ka shumë persona që janë larguar në mënyrë vullnetare dhe një pjesë tjetër janë larguar pasi përfitojnë biletat kur duan edhe ato të largohen, por që morin biletat nga home office dhe plus që morin edhe deri në 3.000 pound ato që kërkojnë që të ikin vullnetarisht pra në vendin e tyre. Dhe këto ato e ka quajtur dhe konservatorët
thonë se përveç Ruandës, pra skema e Ruandës, vetëm ajo mund ta luftojë emigrimin e paligjshëm, ndërsa çfarë të tjera bën Starmer, ato i quajnë vetëm në pjesa për të kaluar radhën dhe për të mashtruar. Po, si do t'i luftojnë, si do të përballen me gjithë këto tematika që në këtë summit ka ishtë rëndësishëm, edhe vetë problematikat kryesore të cilat janë trajtuar, si që është çështja e ekonomisë, apo mbi gjitha emigracionit të paligjshëm që ka qenë edhe fokusi kryesor, do t'jetë e vështirë, sipas edhe opinionit tuaj, ndoshta për ta thjeshtuar pak bisedën, do t'jetë e vështirë për t'ja arritur, për t'ja dalë? Nëse do ketë një bashkëpunim midis palëve, pra aty bëhet ishte siç e tham ishin mbi 40 vende, pjesëtar nga 40 vendet botës, përfshi edhe Shqipërinë, por ishin aty, pra nëse një bashkëpunimi inteligjenca dhe shërbimet e inteligjencës dhe shërbimet e policisë do të bashkëpunojnë, ajo është krejtësisht e arritshme, se nuk është ndonjë problem edhe aq i të mesëm sa kur e krahasoj që duhet luftuar si terrorizmi. Se ajo për luftuar është shumë e thjeshtë, por unë mendoj se ka edhe disa interesa të tjera që mund të interesojnë edhe shteteve të ndryshme, se vetëm ajo kryesore, pra hapi kryesor që mund merret është që ligjërisht thot një emigrant ose çdo njeri që është i paligjshëm dhe nuk ka leje pune, nuk ka drejt punoj. Dhe pronari që ka vetë punëdhënësi, pra që e mban punë, gjobitet deri 20.000 paundë dhe ka edhe dënime më të rënda. Por këto është puna që nuk zbatohen ligjet. Dhe këtu nuk është puna se mungojnë ligjet ose është shumë e vështirë për luftuar emigracionin e paligjshëm. Po kush janë këto interesa? Se përmendet që mund të ketë interesa të tjera. Po më pare se në çdo vend ku kena ndash në Greqi, ose keni pa po të morëm shembull Greqinë, se sa përfitime nga nxjerr vetëm po të referohemi emigrantëve shqiptar që kanë ndërtuar Greqinë, se sa interesa sa të ardhura ka futur në ekonominë e shtetit Greqia nga emigrantët shqiptar. Edhe emigrantët e paligjshëm, nuk flasim për emigrantët që janë të legalizuar. Pse deri më tani nuk është arritur të realizohet kjo që diskutohet për gjatë këtyre 2 ditëve? Pra, se është një fenomen që nuk lindi sot, ka kohë që është tashmë prezent. Pse deri më tani nuk... Po ashtu si se kena pas çdo qeveri ka ato metodat dhe programin e vet. Pra ishte qeveria e mëparshme e konservatorëve, ajo nxorri atë Ruandën, që do të dërgohen në Ruanda emigrantët, por atë u harxuan, vjen harxuar 70 milion paund vetëm për të çuar 4 emigrantë në Ruanda. Pra ky është një dështim total pra emigracion. Vjetan qeveria tjetër thotë ne do të bëjmë metodën tjetër, do të forcojmë kufinin, do të afusim ta rëndojmë veprën në kodin e procedurës penale, do të nxjerrim ligjet veçanta për luftën e emigracionit paligjshëm, edhe do të rrisim bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtar dhe me policinë fqinje. Pra çdo qeveri ka metodat e veta, por gjithsesi akoma nuk kanë funksionuar ashtu siç thonë, dhe sa herë kemi fushata elektorale ashtu si edhe në vendin tonë ndodhin gjëra që fillohet dhe fryhet pak a shumë edhe çështja e luftës kundër emigracionit paligjshëm. Qartë, u përmend Shqipëria si një nga vendet problematike për sa i përket emigracionit të paligjshëm? Për sa i përket Shqipërisë ka qenë problemi kryesor, për sa i përket përmendjes, siç e thatë edhe ju, se nuk ka qenë problem ashtu si strohet, se mënyra arsyeja sepse u përmendte Shqipëria gjithmonë kishte të bënte me racizmin, se Shqipëria nuk po ti referohesh Shqipërisë, shqiptarëve nuk quhet racizëm, se tu ka një vepër penale që dënohesh për racizëm, ndërsa po ti referohesh një afrikani, pakistanezi e tjerëve, futesh në rrugën tjetër, pra që quhet racizëm edhe nuk e kanë guximin që t'i përmenden. Për sa i përket summitit, Shqipëria edhe vetë me që ka ra fluksi i shqiptarëve drejt Britanisë ka rënë, nuk u përmend fare këtë radhë, pra kjo është një besoj se është një rritje edhe për palën shqiptare. Për palën shqiptare, faktikisht nuk përmendet në këtë summit.
Po me është rasti I parë që nuk përmenet, pra këtë të thotë që ka një arritje dhe ka edhe niveli I emigrantëve. në çmjes e emigrantëve shqiptar. Qartë. Zoti Kujtim, ju falenderoj për kohën dhe opinionet tuaja. Gjithashtu edhe unë falenderoj Gerda dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit.